Çdo gjë është me gur edhe me mermer, është realizuar çdo gjë me gur edhe me mermer. Çdo gjë. Këtu punuan shqiptar apo dhe turq? Kam përshtypjen shqiptar kanë punu. Shqiptar kanë punu, vetëm turqit mund të jenë këto që kanë bërë pikturat ose kanë bërë gjërat që ne nuk i realizojmë dot. Pastaj kemi bibliotekën dhe muzeun. Në kënd të tjera, në vende të tjera? Kemi sallën, është salla e konferencave poshtë, është fantastike. E kemi edhe kështu për përdorim me qira. Pra, kjo është vetëm për burrat. Kjo është vetëm për faljen, po për burrat, për gratë është larg, kemi ambiente ndihmëse që mund të falen, kurse poshtë xhamisë pastaj është kompleks. Vëre që vinë shumë turistë, domethënë e filloi dhe vazhdojnë vinë përsëri. Domethënë ka shumë të rreqe. Ka njerëz që u shpjegojnë se ju nuk mund të shpjegoni çfarë huaj, çfarë është. Ajo është e para, thash QR kodin. Kemi një vajzë aty te dera, kemi edhe djalin aty. Domethënë që kush kërkon informacion, patjetër, kemi pas një djalë kur ka qenë sezoni, ai dinte 3-4 gjuhë dhe ai jepte një informacion të lehtë. Ama kemi marrë 2 tableta I kemi bërë gati. Dhe kemi fut me 26 gjuhë, edhe ato do mundohemi ta kapim Ramazan. E kemi korrektuar të gjithë materialin, pra për gjithë shka edhe diçka të lehtë për fen ose për historinë, për gjërat, domethënë kështu. Kemi 2 tableta që edhe një është i madh, domethënë do t'i montojmë, presim që të na vinë shumë shpejt tani. Do më tregosh edhe bibliotekën dhe sallën poshtë? Biblioteka nuk është gati, sepse nuk ka qenë arreduar, domethënë. Kurse salla e galerisë poshtë, patjetër ne e përdorim edhe për kemi pasur një panajir në Ramazan, se u bë një konkurs në bashkëpunim me Krid Albania, është një, domethënë, është një tip fondacioni. Ato bëjnë çdo vit konkurs për pikturën më të mirë, konkurs për punimin më të mirë, konkurs për këngën më të mirë, konkurs për videon, për shembull, për filmin më të mirë, konkurs për të gjitha këto artet edhe për të gjitha këto dhuntit që mund të kenë fëmijët që me i stimulu, si me thonë, që të punojnë edhe i stimulojnë edhe me çmime. Ka disa punime aty poshtë që ashtu, po i shikojmë. Dhe bëm edhe panajërimin do doja të të pyesja, sepse ne kështu njohëm bashkë, kur unë ishim në një tryez iftari, dhe unë pyeta për agjërimin dhe për natën e kadrit, dhe thash që do agjëroj. Por pastaj mora vesh që nuk ishte kaq e thjeshtë, vetëm mos ha buke, mos ha ujë, kishte edhe gjëra tjera, kështu që unë kam premtuar. Por do pyes tamam. Atë ditë që ishim në iftar, ra biseda e agjërimit, edhe tham që ka shumë vetë që agjërojnë, dhe the do ta provoj. Edhe morëm oraret, nga mëngjesi deri në darkë, edhe ditën fiks që agjërohet. Madje thash, a mund ta ndaj me tjerët këtë informacion? Ja, ndava vetëm. Po, ndava vetë. Vetëm gjërat që më shpjeguan, tha nuk është kaq e thjeshtë, mos. Jo, vetëm ngrënia pirje normale edhe për bashortët. Për bashortët, domethënë që janë marrëdhënie intime, si më thon, kaq. A këto janë, domethënë që ndalohet. Pastaj çështja e moralit edhe çështja e, po themi, e sjelljes me tjerët ose mos hysh në hak tjerëve, mos dëmtosh tjerët, patjetër. Mos u zi, më thanë në punë, se si duket e ka problem. Po e mos ashtu, pastaj bimos me agjëru fare, se ne të gjithë edhe flasim diçka dhe bëjmë diçka. E shikoni, nuk ndalohet të përtasë. Po, normalisht veprat që nuk janë të mira, ja ulin vlerën e agjërimit, sepse qëllimi i agjërimit është që njeriu të rregullojë shpirtin, edhe të krijojë një raport shumë të mirë me Zotin dhe një raport me njerëzit. Edhe kjo duhet reflektohet. Pra që në princip, kur Zoti thotë që ndalohet ajo që në princip është e lejuar ushqimi dhe pija, pra gjëja që është ndaluar pastaj nuk ka më vend aty. Kjo është ideja, kjo është mesazhi. Për te të ndaluarit të ushqimit edhe të pijes, ndalohet së bëri keq të paktën atë ditë, se mbas aty në qef pastaj edhe mësohesh të mos bësh. Dhe imagjino neve 30 ditë mundohemi që të ndalojmë të bërin keq, dhe pastaj atë që kemi arrit këto 30 ditë ushtrimin e shpirtit, mundohemi ta implementojmë në vazhdimin e jetës. Ky është kuptimi i Ramazanit, domethënë. Të përmirësohesh dhe të vazhdosh jetën si në Ramazan. Bëje gjithë jetën Ramazan, kjo është. Bëje gjithë jetën Ramazan, duke ndaluar se bëri gjëra që s'duhet bësh. Po dhe ushqimi në një mënyrë se ushqimi është i mirë, po sa më lehtë aq më mirë është. Me këtë ditë që ka ardhur, me ditë që ka ardhur, po, ne shqyr Zoti ka bollik për të gjithë, mashallah. Që tani është si të ndalosh, jo si të kërkosh. Dhe mashallah. Këtë po mendoja kur erdha, vërtet. Do doja të dilja jashtë dhe ta tregoja atë ndjesinë që pa ata. Kur je jashtë arrin edhe ta tregosh me figurë, jo vetëm me zë që ta në këtë xhami ndjeva që timi diku.
tek feja jote, ose tek një fe, cila do qoftë ajo, po besimi tek paqja. Se kemi nevojë për paqe, edhe të paqtohen ka këtu komshin tuaj, mos ta hedhin me molotov në xhamia as gjekundi. Neve, unë të paktën, që ditën që jam caktuar si drejtues të kësaj xhamie, kam pasur qëllim dhe ja kam vendosur qëllim vetes që kjo xhami ose do jetë burim mirësie, ose unë nuk kam më lidhje me këtë punë. Domethënë sa të jem unë dash Zoti, shpresoj shumë të ndihmoj Zoti që të arris këtë që thoni juve. Tjetë mirësi edhe paqe për të gjithë, dash Zoti. Edhe jo vetëm kaq, por të mos e marrim për të mirëqen. Paqen që është këtu mes nesh, paqen mes muslimanëve, vetë brenda njëri tjetrit, apo muslimanëve krishterëve, apo vetë shqiptarëve, duke pasur parasysh që jemi në një botë me luftë, e cila po përhapet gjithandej, edhe ne urojmë ta mbajmë larg dhe të pushoj kudo ka njerëz që vriten dhe raketa që lëshohen. Amin. Zoti ne lutjet ne jemi lut edhe vazhdimisht lutemi, askush nuk e don as luftën as trazia. Edhe në fundit njerëzit janë ata cilët e mbajnë koston e kësaj pune, pse përtej politikat kanë punë të veta, po popujt edhe njerëzit janë ata cilët e vuajnë në shpinë më së tepër mi këtë gjë, domethënë. Zoti ndihmoft edhe inshallah vihet paqja më shpejt. Edhe atje në Palestinë, po edhe në lindjen e mesme tani që kanë nisur konfliktet. Megjithatë, kam përshtypjen që është një nga xhamit jo vetëm më të mëdha, po dhe më të kuruara, më të kujdesura, domethënë nuk e di, është fantastike. Të tjera Jo, e vërtetë është. Xhami që mund të mburesh me mënyrën se si tregohet. Ja dhe kutia e bamirësisë. Po ai që dëshiron, të kontribuoj. Shive, koridoret janë të mëdha, janë përshtatshme, domethënë që edhe për evente, për njerëzit që të lëvizin lirshëm, nuk është parë me syrin që të shfrytëzohet çdo gjë, domethënë të shfrytëzohet çdo gjë maksimalisht, është parë me syrin që të bëhet diçka e bukur, domethënë dhe funksionale. Dhe ja keni dalë. Po. Këtu kemi VR-in. VR inshallah është hap, se tani në Ramazan dhe jemi çik kështu. Atëherë, këtu kemi bërë panajirin neve. I pari ka qenë para në fund të vitit kaluar, kanë qenë 30 biznese të sipërmarrëseve të vogla besimtare. Pra biznese të femrave. Shive, jemi fokusu ke femra, nuk do ta lejmë, do t'i suportojmë. Dhe ka qenë falas të promovojnë bizneset e tyre, ka qenë një pjesëmarrje fantastike, po mendojmë të bëjmë një më të madh, domethënë, edhe këtu edhe te holli tjetër, dhe t'i ndajmë bizneset, domethënë, sipas profilit që kanë. Njerëzit kanë qenë me feedbackun më të mirë, na kanë dhënë feedbackun më të mirë, mashallah, madje na thonin që s'ka ndodhur ndonjëherë që neve të na suportoj dikush kështu siç na keni suportuar juve, kështu. Neve e kemi bëjmë me kënaqësi për Zotin. Unë kanë thënë edhe njerëz të afërt, për shembull, njerëzit që flasin dhe që konsultojnë, më kanë thënë shiko me pagesë, gjithani pa na jemi pagesë, më shpjegoj, kam thënë, vetëm kjo do të vazhdoj kështu siç është. Që le ta dinë ata që duan të. Po, këto janë ambientet e bibliotekës, jemi duke bërë gati pakut e Bajramit aty. Pakut e Bajramit, po. Po këtu, ç'është kjo pema e? Pema ka ngel nga panajiri i fundit dhe e kemi lënë. Kjo është pema e Ramazanit. Ja, zemra e pastër është tesari më i madh i besimtarit. Zemra e pastër është tesari më i madh i besimtarit. Fjalët e mira janë lule që nuk thahen kurrë. Morali mirë është sadaka e përditshme. Po. Durimi në eshti është forcë e madhe. Është shumë e bukur. Edhe duhet të flasësh. Bëj drejt edhe nëse je vetëm. Po, mashallah. Mos e vonoj një vepër të mirë.
një dua e sinqert ndryshon më shumë se 1000 fjalë. Bëu shkak për pajtim, jo për ndarje. Janë mesazhe të lezetshme.